Përshëndetje për gjithë juve. Sot jemi në fshatin Rahovic, jemi ardhur të intervistojmë një njerëz me vlera shumë të veçanta. Ai do të na tregojë për bestytnitë e asaj kohe, traditat dhe shumë gjëra tjera. Për këto edhe më shumë detaje tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jon. A mundesh më na prezantuar dhe më na fol pak për veten tonë? Faleminderit juve për ftesën edhe për vizitën. Si zakonisht intervistat në përgjithësi është një kënaqësi e veçantë, në veçanti domethënë kur jemi këtu në vendlindje. Quhem Muzafer Osmani, jam prej fshatit Rahovic, jam ekonomist me profesion, punoj e veproj edhe jetoj në Ferizaj. E ceke që me profesion je ekonomist. A mundesh më na fol pak për punën tonë? Unë punoj si drejtori i kompanisë sigurimeve Sigma në Ferizaj, jam në Ferizaj dhe region. Me thonë drejtën domethënë e du jashtëzakonisht shumë edhe si ekonomist me profesion, po kam kalu në industrinë e sigurimeve, e punoj ka diku mbi 24 vite që jam në këtë profesion dhe mundohem të jap maksimumin dhe kujdesem kogja shumë që të punoj me përkushtim edhe me sinqeritet në punën ku e bëj edhe njerëzve që ju shërbej aty. Nderuar e ceke the që unë jam prej fshatit, vendlindjen e kam fshat, po jetoj në Ferizaj. Pse ky? Pse e ke lëshu fshatin për me jetu në qytet? Realisht asnjëherë nuk e më largu prej fshatit. Përkohësisht domethënë jetoj në Ferizaj. Unë mendoj që qyteti në këtë kohë që po jetojmë tash në këtë dinamik, realisht për shkak të fëmijëve, të vetes time ku punoj aty, të jep kogja shumë mundësi më të mëdha, ndoshta edhe më të lehta për punë edhe për shkollim, por dashnin për fshatin se kam lënë asnjëherë. A fol me fëmijë për fshatin? A vini me vizitu këtu shpesh fshatin? Sa herë në javë ose në muaj e vizitoni fshatin? Po vetëm nëse ja lëshon një sy, domethënë këtu oborit shihet, domethënë që ne kujdesemi jashtëzakonisht shumë për fshatin. Zakonisht fundjavë kur nuk jemi dikun me pushime ose në udhtim tjetër zyrtar ose me në angazhim tjetër, domethënë jemi komplet familja këtu në fshat, kryesisht fundjavë. Verës, domethënë gjatë korrikut dhe gushtit, domethënë shpesh herë qëndrojmë edhe me javë tona këtu. Pastaj shtatore, pas kthehemi në Ferizaj. A mundesh më na fol pak edhe për veten tonë? Pas punës që e bën, a bën edhe diçka tjetër ti? Përveç profesionit, e kam edhe pasion mbledhjen, përzgjedhjen edhe deklamimin e anekdotave. Unë mendoj që një njeri, domethënë është i përmbushur, kur përveç profesionit e ka edhe një pasion. Pa marrë parasysh domethënë se për çfarë pasioni, çfarë lloji, çfarë i pëlqen, po mendoj që është i përmbushur domethënë kur e ka një pasion. Edhe kështu njëjtë mendoj edhe për veten time, domethënë ndjej veten të përmbushur goxha shumë kur jam si ekonomist me profesion, ndërsa e kam pasion mbledhjen, përzgjedhjen dhe deklamimin e anekdotave. E nëse ishe mirë veç me njëonën, me lon për shembull punën që bën edhe me u mirë veç me anekdotë, a kishe mujt për me nda njëonën për tjetrës? Realisht është kjo shprehje shumë e mirë që thonë tash të dyjat me mindasi, me mvra. Me anekdotën domethënë janë marrë profesionalisht studiusit që kemi pas jashtëzakonisht të suksesshëm në Kosovë, që pe profesor Anton Qetës që e kam edhe si idol, Mehmet Rukiqi, Mehmet Halimi, miku jemi i mirë shumë, profesor Saleh Zogjani i ndjer tani. Ata e kanë pas mund të them edhe si profesion. Kurse unë si profesion nuk mund ta kem, domethënë këtë mbledhjen e anekdotave sepse realisht unë jam vetëm mbledhës edhe përgjedhës dhe deklamues. Kurse profesion mund ta kenë profesionistët, studiusit e gjuhës ose të historisë. Por kur më pyesin shpeshherë çysh po kalon ti me profesion si ekonomist dhe me pasion mbledhjen e anekdotave, unë e tham me humor, me profesionin jam martue, natë ditë jetoj domethënë me te. Dhe mundohem domethënë maksimalisht ta jap kontributin tem aty, se sa e arrit qëllimit pastaj ju mbetet drejtuesve ta vlerësojnë këtë punë, kurse me anekdotën jam fejue. Edhe këto nuk e la, unë e qeziti ka pak. A mundesh më na fol pak, më na thoni anekdotë tonë? Po ka shumë, domethënë njëra prej anekdotave, zakonisht anekdotat e duan aktualitetin. Tash ky ngërçi politik për zgjedhjen e presidentit, po ma kujton një anekdot, një plak i Rahovicës, verë, ku e Bostonit, del me ble Bostan, shkon me i dyqan, hini, po i provon ai thojmë në Rahovic këtu me kokall. Tash një ushtar i kforit amerikan pe shep po bën seri. I thot për kësy, thot vetë qatë plakin, ç'a po bën? Thot çka po bën? Thot pe zgjedhjen një Bostan. Thot a që studentja? Thot pasha zotin,
edhe me të pare, bila, po do në me provu njo, e merë, ja zgjidh njo, bostoni mirë, nuk e pret thikën. Ja dojti një sopi edhe ati ushtarit Amerikan, pe kërkona jamël shiqer. Atëri drejtu e po e thot t'i plakit. Ju shqiptarta me dit me zgjidh parin, qysh po dishim me zgjidh bostonin, larg kishim rrije. A ki pas edhe ndaj anekdot tjetër kështu e ngjajshme që si kjo që e the tash? Ka të ngjashme, do më thonë, sa dush, kryesisht do më thonë lidhen me aktualitetin. Unë mund të deklamoj një anekdot, edhe kjo e ngjashme, do më thonë, me aktualitetin, por vetëm në formën tjetër. Një plak që i kishte mik të mirë, presidentin e ndjerë Ibrahim Rugova, shkoni me e vizitu. Edhe gjatë kohës sa po pinin kafe për e shaj, presidenti po rënë si malzum. Ju dhim shumë, për thot mërë president me të vetë, tha fol. Tha, a jenë halla, kena i problema? Qka tha se po mduko si po më rënë sukur në heshtje? Jo bre, thot presidenti, thot, nuk kom na i halltamin personal, thot. Thot, po ku has zgjedhjeve, ton po kanë qef me hypë në shkam, shkami nuk po i nxenë ma shumë se njo. Po i plaki shumë i meqëm, tha, jo bre, president, tha, e kini zgjidhe, tha, fol, tha, ktheje shkamin prap, jo njo, po 3 muj munqën të. I ndëruara, mundesh me na fol pak për kohrat e kalume, se zakonisht kur po fol për anekdota po thu ka qenë. Ja mundesh me na fol pak për kohën që ka qenë atë kohë. Po, realisht ky brezi im, do më thonë, i kam rri disa ndryshime, nëse i kthehemi në kontekst të kohës, ose nëse i gjykojmë gjithmonë në kontekst të kohës, jo ku me di se sa, por në shumë aspekte, për shembull, ka ndryshu. E para punës po flasëm të vendlindja që e the, do më thonë, sidomos mas lufte, shumë, do më thonë, i kanë lëshu fshatrat edhe kanë dalë në qytet, por çuditërisht në kuptimin e mirë të fjalës, do më thonë, në kohën e fundit, sidomos dekadën e fundit, ju kanë kthy shumë. Dhe e që më pëlqen ju sukurone, që kam një moshë, dhe pa diskutim se kam një ndjesi tjetër, biles kur më pyet njëri Muzafer si çka është për ty vendlindja, unë thëmë vendlindja është ajo sukur ajo nana që metet gjithmonë e rej, nuse e rej. Është një ndjesi që ti nuk mundesh me e përshkru me fjalë. Sa do që largohesh, s'munesh. Sa herë që vi për shembull këto në barë, e ndjej aromen e nanës këtu në dhomë. Ka kam pas ose me mërë malli ose e ndjej djerës e babës të ndjerë. Më thonë, janë këto dy elemente që mu realisht më japin, që me thonë, një farë lloj energjie që është e papërshkrueshme, që kudo ku shkoj nuk e kam këtë ndjesi. Sa herë që merr malli për babën ose për nanën, makinës, edhe nëse nuk është fundjavë, për 5 minuta 10 të e marrë një energji pozitive të papërshkrueshme. E ndjej edhe prezencën e tyne, po çuditërisht në kuptimin e mirë të fjalës, në aspektin pozitiv, edhe gjenatat e reja, dhe më thonë, po ju kthehen fshatit, po investojnë në fshat. Dhe më thonë, mos flasë shumë në vetën e parë që për këta aborë, dhe më thonë, kryesisht kujdesen, dhe më thonë, 3 fëmijët Lauronti, Laurita edhe Raifi, edhe e që më bënë mirë, që dhe më thonë fundjave, nëse janë dhe më thonë të lirës, janë në banes, kur vim unë me bashkëshortën ma këthirën këtu, ata nuk presim ju thonë dherë. Shpesher ata na propozojnë po, gati, na propozojnë baba po shkojmë në Ravicë. Që është kjo element, po unë menoj që i arsyetoj, dhe më thonë këtë lëvizet që në banë, sepse realisht qyteti e thash edhe më herët, të jepë dhe më thonë më shumë mundësi, por jo cilësi në jetë. Këto cërimin e zogjve që po e njim këto në qytet është problem, sepse është zonë urbane dhe normal që ata nuk e kanë strehen për këto. Këto freski, dhe më thonë, këto ambient, dhe më thonë, këto ajrë të pastërt, nuk ta jep qyteti. Po normal që ti jep disa mundësi më shumë, nështë edhe mundësi më të leta, dhe më thonë, sa i përket punësimit, shkollës, aktiviteteve e gjonave tjera. Sa i përket ndryshimeve, unë kam shumë memorje, dhe më thonë shumë gjojnat mira këto në fshat dhe sa kalon një mosh, dhe më thonë nostalgjia për atë periudhë kohore rritet, dhe më thonë, sepse ti e ke ma shumë mallin për këtë rrithin që ke pas, këtu ke marrë hapat e parë. Një prej elementeve që mu më kam jetë në memorje, edhe që shpeshere e kujtoj me kogja nostalgji edhe me mall, është ka në këtë më thonë këto darka e pastërmës.
çdo herë domethënë në fillim të sezonës së dimrit, kryesisht në 10 orë, domethënë prejeshin postermat dhe fshati Rahovic nife, domethënë si fshat kryesisht kanë qenë të pasur, tuja se gjitha familjet kanë prej posterm dhe është bën darka posterms. Ka qenë me një farë forme, ka qenë edhe ceremonia organizuar tuja se me protokoll. Për shembull drekën, kryesisht thirrëshin këta djemt e ri që preshin postermën edhe e përgatiteshin për atë procedurën e matutjeshme, kurse në darkë, domethënë thirrëshin axhallarët, dellar, meq, kryesisht edhe ata të vjetët edhe të rit, shtrohej darka, edhe pastaj mas darke, domethënë mohabet deri mëngjes. Deri mëngjes, sa të mungon ajo ku. Realisht jashtëzakonisht shumë. Pavarësisht unë përkundër aktiviteteve që i kam me këta aktivitetin kulturor, që merrem edhe marr pjesë në për evenimente të ndryshme, ku domethënë masa e njerëzve është jashtëzakonisht e madhe, por ndjesia për njerëzit e to pa diskutim se domethënë i mbulon gjitha. Me gjithë respektin edhe për ata shikuesin dhe dëgjues që i kemi anë kanë domethënë kudo që jemi. Realisht gjithmonë nostalgjia për kohën që ka kalu, për njerëzit që kryesisht një pjesë e tyre nuk janë më në jetë, pa diskutim se ato janë elementet që ty domethënë të nxisin ose të bajnë me uni, domethënë të nevojshme atë kohë që ka kalu, domethënë. Aja u kishe sugjeru krejt rini sot që, jo sugjerim, po ajo kishe fol gjithë rini sot për me pas të pakten me rikujtu atë kohë, edhe me hecën që ata hapa, se tash është shumë e vështirë për me mbledh që shenë mbledh në atë kohë, tash krejt e kanë jetën e vetë, gjithë e cili mundohet për me gjithë pakten kohë për familje. Çfarë mendimi kiti për këtë kohë të sotit? Unë mendoj që ne pa diskutim se nuk du të harrojmë domethënë të kaluarën, duhet t'i ruajmë me shumë fanatizëm dhe xhelozi traditat tona, sepse dy elementet kryesore që kanë mbajt kombin tonë gjallë janë traditat edhe familja. Edhe unë nuk jam shumë pesimist, mendoj që domethënë edhe sot pavarësisht që disa kanë mujt mos me urujt fort sepse kanë ndryshuar mënyra dhe stili jetës. Në vërtet odat tona dikur kanë qenë shkolla, kanë qenë universitet në vete, e kanë kryer shumë funksione të tjera, domethënë të ndryshme, ndoshta tash kanë dalë jashtë funksionit sepse kanë ndryshuar mënyra dhe stili jetës, por ne edhe në këtë sistem që jetojmë tani, në këtë stil të jetës që jetojmë, mund t'i ruajmë dhe duhet t'i ruajmë domethënë traditat tona me shumë xhelozi. Pa e lanë anash edhe aktualitetin, edhe këtë pjesën e kohës, kësoj pjesës jetës moderne, sepse kjo jeta moderne pa diskutim se ka dhe shumë elemente tjera të mira që në ka sjellë. Ne e dyta, ne nuk mund të jemi të mbrohemi ose të mbyllemi në geto dhe të jemi rezistent, karshi, dhe më thonë në vendeve ose gjithë shoqërisë në zhvillim. Por duhet t'i ruajmë me xhelozi dy elemente kryesore që kanë mbajt kombin tonë gjallë. Familja edhe traditat. Nuk ka me nënat shqiptare. I kanë rritë, i kanë linë nga 7-8 fëmijë, 10 fëmijë. Asë njëherë pa u ankue, me vështërsi të jashtëzakonshme. Dhe nënat tona, dhe më thonë, gëzimin më të madhe kanë pas kur kanë arrit me e bon një punë të sotit, mos me zonë e nesër me ja. Dhe më thonë, ata e kanë pas gëzimin, njërin ndër gëzimet. Dhe më thonë, realisht i kanë pas me shumë vështërsi, dhe më thonë, kanë pas shumë vështërsi një jetë, mirë po asnjëherë nuk janë ankue. Dhe nëse ne i kujtojmë një nullat tona, janë krejtësisht jashtëzakonshme se si na kanë beku. Edhe unë e thamë, nëse kam një rezultat në këtë jetë, ose këto rezultatet vogla që i kam në këtë jetë, të gjitha ja e dedikoj, dhe më thonë, oratave të nanës edhe të babës. Sepse vetëm ato orata mund më naqë për para. Normalisht. Dhe më thonë, ka qenë kohë e paharrueshme. Absolutisht. Dhe më thonë, kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë për neve, pa u anku asnjëherë, dhe kur pa ditë me thonë dresh me gojë. Një element mu që nuk më pëlqen sot, për shembull, mënyrën se si i gjykojmë, dhe më thonë, se si i gjykojmë një tjetrin në publik, në televizion, në media, edhe në familje se si i gjykojmë fëmijët. Përpara me çfarë delikatese ja kanë të rejkë vrejtjen. Kujtohet mua, baba jemi ndjerë ka qenë mërgjimtar, edhe kur vinte, dhe më thonë, pushim, sidomos dimrit, më kishë donë muna i detyrë në mëngjes me e banë salla. Une me këta shokët e lagjës këto, isha habit gjatë të ditën, dhe më thonë, me saje, me skia, nuk e kisha kry. Në mërami e bora të ingu. Edhe, kur më thotë të të Muzafer, a e ke kry këtë punë? Unë me që nuk e kisha kry,
do isha pak me justifikime se në thojza mja pi dohonin tinza, a e deke që po e rajune. Po nuk më thoj ke kur po rranë, thike. Po ma të rikë vritën, thike, qile dirin se u bon shek. Me qëfar delikatese, dhe më thonë, të ka të rikë vëmendin që mos me unike që para rrethit familjar aty. Sot pa u skuq fare, dhe më thonë, në për media, në për institucione, në për publik, në parlament, edhe në familje, dhe më thonë, e fyim një tjetër, e fyim fëmijët, është edhe reciproke, dhe më thonë, kjo nuk më pëlqen fare. Se e ceke që fule për fëmirin tone, nëse e krasojmë fëmirin tone me sot, a mendon që teknologjia e ka bo që sot fëmija mos me pas shumë respekt nda njëri tjetrit? Unë menoj që pa diskutim se kjo stili jetës që thash mënyra që po jetojmë sot e ka hupë ndjeshmërinë për njëri tjetrin, e ka hupë, domethënë, ndoshta mund të them edhe vlerën të qenit njeri. Sot fëmijët, për shembull, unë e dinti që kur ka marrë rrugën me unis të dojt me nanën, domethënë çfarë gëzimi ka qenë. Bilës nana për më na afru, kur i thëshëm nanë, kur po shkojnë atë dojt, thëki flemi qumi, edhe shkojna. Tash për shembull fëmijët nuk e kanë ndjesi kur shkon të doja. Kur vjen doja, domethënë normal që e respekton, po ndjeshmërinë nuk e ka, domethënë ka humbë për agjën, për hallën, për dajen, për nipin, për realisht teknologjia e ka bon atë vetën. Sot të rrjetet sociale dhe kjo qëndrueshmëria me njerëz, më thonë, kjo misia virtuale që po thojnë, e ka bon atë vetën ta rimburson këtë qëndrimin fizik. Megjithse e kanë zaventu, po është ndryshe. Vetëm kur i shohim, domethënë, njerëzit tonë familjar, shpeshherë e kuptojmë se sona ka marrë modhe me nejt me ta. Pa diskutim që unë mendoj që domethënë duhet më shumë t'i kushtojmë vëmendje domethënë familjes. Pa e hedhë gishtin të kërkosh mas pari do të vetja, pasaj të tjerat mediat mua po më pëlqenjë që kohën e fundit po i kushtojnë rëndësi të veçantë domethënë në përgjithësi traditave tona dhe sukur po e ka këtë efektin pozitiv sepse dashtën apo s'dashtën po ju servohet edhe gjenatave të reja në për rrjetet sociale dhe po i klikojnë, pastaj domethënë i ndëgjojnë edhe ngjizën, i rikujtojnë edhe ngjizën, domethënë edhe ky është një element i mirë, domethënë edhe këto në shoh që sukur po kthehemi. Se gjatë luftës, mas lufte me njëherë ishte një eufori mas gjithçka asaj që ishte moderne, biles me fol për fshatin ose unë si i ri atëherë kur fillova me dasht. Vërtet anekdotën, domethënë, ndoshta ka pas shpeshherë edhe në thojza mund të them bullizime sepse dikujt ju duke edhe gjën primitive, me humor me këto, po dashnia ishte aq e madhe për anekdotën edhe për trashëgiminë, edhe unë për veten time që ta jap një kontribut, ta vendos një gurr në këtë kalat madhe, nuk ma ka zbehe dashnin për këtë, ato në thojza, fyrit e vogla, pastaj kanë kalu ato, domethënë sot marr komplimente, komente nga më të ndryshmet, nga gjenerata të ndryshme, profesione të ndryshme, por më pëlqen kur i marr për gjeneratave të reja. A merr edhe prej gjeneratave të reja? Qysh ndihesh ti kur gjeneratat e reja po të shikojnë? Ndoshta unë me thonë drejtën, pa diskutim se kur e ke një pasion dhe ta pëlqejnë tjere, dhe më thonë, është mënyra që ty të suporton, mënyra më e mirë që të suporton, por me vazhdo më tutje, por kur e merr prej gjeneratave të reja, e merr edhe një vull që trashëgimia jonë s'do të deskur. Kje e merr edhe një vull, e merr me hyrt kanë thonë këtë herë, që trashëgimia jonë s'do të deskur. Do të thonë kjo e ka një peshë të veçantë. Dhe jo rrallë herë dhe më thonë ndodhë që vinë të zyra ku punojë të më japin komplimente, më shkrujnë, më kërkojnë anekdota, më dërgojnë anekdota, ose kam pas, dhe më thonë që kanë marrë edhe librin për, e kanë marrë për tim studime e kanë pas, ose vjen një mik jemi, një klient aty, që kam edhe mik shumë të mirë, tha Muzafer djali dhe vajza që janë në shkollë të mesme, tha bojnë gara me njëri tjetrin kush din anekdotat tuat më shumë. Dhe më thonë, o ka ecën edhe në hapa tu fëmija. Do më thonë, po, kjo është shumë e mirë, dhe më thonë, edhe unë menoj që po i kthehen edhe gjeneratat e reja, dhe më thonë, traditës dhe tradicionalës. Pa e lon onash këtë modernën, sepse këto e kemi të domosdoshme. Nuk iku me ikë. Absolutisht, po. Në atë kohë për shembull ka qenë, kanë thonë nana tona, që të martëve nuk bën me u la. Dhe me thonë, pse po mendon që e kanë thonë? Cila ka qenë kjo fjallë që e kanë dalu të martëve, nuk bën me i prej thojt, nuk bën me u la? Unë di shumë bestytni që kanë qenë, i kanë pas arsyet e veta. Me thonë drejtën jam rritë edhe une me këtë që të martën nuk bën me u la. Arsyen për të martën nuk e di. Për disa tjera bestytni edhe mund t'i them. Për shembull, unë jam rritë me ato që
fëmin e vogël që është në beshik, e kemi thonë, pak kaptyr, Edhe ajo ka- mos me ka përcy, sidomos natën se nuk rritet. Ma vonë, kur kam qenë fëmi, kam besu këtë, ma vonë e kam kuptu që domethënë e ka pas arsyen e vetë, sepse nëse o kon terë, jenë kon veç me loma, shkym loma, dikush ka mujtu e ka përcy me shkel. Edhe ka mujtë edhe me e mytë. E dyta për Unë shembull, kom mendu që nuk rritesh, edhe zakonisht kur më ka përcy dikush, unë kom thonë, mos më ka përcy se nuk rritesh, deri sot sa e the ti. e ka pas arsyen e vetë. Për shembull, na kanë thonë mos ma vyt nga të bonari se është një plak me mjekër të merë. Kryesisht këto rrethet e bonareve, domethënë kanë qenë prej druni, kam thonë sanraç, edhe domethënë nuk kanë qenë të rregulluar shpeshherë, ndoshta jo mirë dhe siguria ka qenë jo e duhur, por mos me ardhë deri tek një fatkeqësi, domethënë i kanë thonë mos u vyt nga të bonarit se merr një plak. E më kujtohet në këto kishte ra njëri në bonare, kishin pas një bonar në bashkë, kishte ra. Tash takton, ma halla morën vesh e shkun te bonare e veç që qysh re. O the ke qysh komora e di unë, po ju çu doni me nxjerr se. Çfarë kohrave. Dhe domethënë realisht edhe kjo e ka pas arsyen e vet. Lezetin e vet, Edhe lezetin njëkohësisht pa diskutim. se- Normalisht. Edhe në atë kohë për shembull, gratë kanë nduru shumë. Gratë, domethënë, janë martu pa u pa. Çfarë mendimi ki për sot? Sot domethënë takohen, shihen, edhe në fund ndodh që prishen. Këto e kam për me u martu pa u pa e kam betnine, do më thonë unë i tekoj një brezi që jemi njofte më herët, jemi pëlqye, kemi marrë vendime, do më thonë më herët. Realisht për mendimin tim pa diskutim se sot është krejtësisht ndryshe dhe është më mirë që shihen edhe pëlqehen. Biles një miktimin i vjetër Kogjan Mosh, e për që thysha i kequ SMS të kjo dhe Muzafer si kum që SMS, po ma kanë progrun si moca në thes. Edhe unë menoj që edhe një familjare jonja të regonte kur është martu, ka qenë në tradit, dhe më thonë me shti dhondin edhe të 15 vetë. E ka qenë e bukur, e madhe, e gjatë, edhe e zgjuar gjithashtu. Tha, kur hinëm qatë natë që isha nuse, tha, kur e pronën, 15 veta. Tha, krejt, tha, qka kom mujt, tha, e kom lëshu një eresyt, edhe e pash një, tha, i vogël e i zajf, tha, leksh, tha, vetë me vete, thash, ishallah, që kë nuk është. Tha, dil një, mas pra me tha me qaj. I thësha, po që shke nejti? A, dhe ke i vogël, për i ka pas të sajnet mira. Dhe realisht për kohën, nëse e gjykojmë në kohën, në kontekstin e kohës që ka qenë atëre, nështë i ka pas arsyet e kohës, por unë mendoj që dhe më thonë sot është krejtësisht ndryshe dhe duhet me u pa, duhet me u pëlqy, edhe pa diskutim se është ma mirë. Sa i përket ndarjeve, unë mendoj që dy njerëz, qoftë në miqësi, qoftë në bashkëshorësi, fillimisht bëhen bashk, sepse i kanë disa elementet të përbashkëta, dhe e ruajnë këtë lidhje duke respektu dallimet që i kanë. Duhet mësohen çiftet e reja të respektojnë dallimet të njëri tjetri. Në aspektin e përgjithshëm, nëse flasëm, domethënë krejtësisht ideale, siç do dëshironte, është probleme e gjithë. Por, domethënë thash, duhet domethënë dy njerëz i ban bashkë, qoftë në miqësi, qoftë në bashkësi, në profesion ose më tutje, elementet që kanë të përbashkëta, dhe duhet të kenë kujdes domethënë të shtuar tek dallimet që i kanë, respektimin e dallimeve që e kanë. Kryesisht domethënë elementet kryesore pse sot domethënë ka shumë raste të divorceve janë sepse nuk janë të aftë ose nuk arrin me i kuptu ose me i respektu dallimet që i kanë, që i ka tjetri. Qoftë mashkulli, qoftë femra. Çfarë këshille i kishe jep për nisat? Një këshill prej teje. Realisht, unë kisha dasht me i dhënë një këshill që të punojnë fort për këmbë edhe për atë dhe, mos ta presin me i vetë të kenjoni pleshnia ku e pa të rinin. Ne edhe dyta, unë menoj që të shkrujmë sa ma shumë, sepse veç ka shkrujmë rujmë. Baba jam i ndjerë, thështe, nëse nuk shkrujmë edhe gjonat e vërteta shëndrohen për Allah. Na të falenderojmë për zamërsisht që ndove ku me neve, e pa që shnetën edhe gjithat mirat njëtë.
Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj juve që zgjata domethënë kësaj here të bëjmë një intervistë në vendlindje këtu, në fshatin Rahavic. Të sërimin e zotëve, këtë aromën e bukur domethënë, që unë domethënë Kosova i ka gjitha vendet secili më i bukur se tjetri, po pa diskutim se secili aty ku i ka marrë hapat e parë e ka atë ndjesinë dhe nuk e harron, prandaj unë e kam krejtësisht të veçantë vendlindjen time fshatin Rahavic. Faleminderit shumë për këtë. Faleminderit juve.